Mirëmbrëma. Pak nga të gjitha është rikthyer në ekranin e radio-televizionit të Korçës, një emision i cili ka startuar në tetorin e vitit kaluar dhe natyrisht që ne do të vazhdojmë deri në mbyllje të këtij sezoni. Në ditët e fundit të muajit dhjetor, ushtarakët e rinj që janë bashkuar vullnetarisht forcave të armatosura janë betuar në një ceremoni të posaçme ku ka marrë pjesë edhe presidenti i Republikës Bajram Begaj si dhe ministri i mbrojtjes Piro Vengu. Ne do të kemi mundësi tani të ndjekim një material të përgatitur nga kolegët e Radio-Televizionit Publik Shqiptar e do të rikthehemi në studio me të ftuarin ton, natyrisht për të folur jo vetëm për forcat e armatosura. Ushtria shqiptare shton radhët e saj me kadetët e rinj. Presidenti Bajram Begaj siguroi se forcat armatosura janë një strukturë e vlerësuar edhe nga NATO, ndërsa qeveria shqiptare po rrit buxhetin për mbrojtjen. Zgjedhja që keni bërë është e shkëlqyer dhe fizike. Të shërbesh në forcat e armatosura është më shumë se një profesion. Është nder e krenari. Shqipëria do të bijojë rritjen e buxhetit të mbrojtjes, jo vetëm për të përmbushur angazhimet e saj ndaj aleancës, por për të garantuar rritjen cilësore dhe të qëndrueshme të forcave të armatosura. Ministri i mbrojtjes Piro Vengu vlerësoi gjithashtu se angazhimi i tyre vullnetar në forcat armatosura është domethënës për paqen dhe për sigurinë. Forcat armatosura nuk janë thjesht një strukturë, ato janë një trup besimi, disipline dhe përgjegjësie. Një përkatësi që do t'ju shoqërojë gjatë gjithë jetës në shërbim, gjithashtu dhe në karakter. Është për të vlerësuar fakti që i bashkoheni forcat armatosura vullnetarisht. Në një kohë kur kontinenti dhe rajoni ynë përballen me sfida të mëdha dhe shumë vende po rikthejnë shërbimin e detyrueshëm. Kadetja e re Halimi përshëndeti ceremoninë në emër të ushtarakëve që i bashkohen forcave të armatosura shqiptare me përkushtim. Unë quhem Gledisa Halili, studente e vitit të parë bachelor dhe kam privilegjin që sot në këtë ditë të shënuar të betimit t'ju drejtohem në emër të kolegëve të mi student dhe kadet. Të gjithë ne jemi të rreshtuar me vullnet dhe përkushtim për të bërë pjesë e forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë. Arsimi ushtarak mbetet themeli i forcave të armatosura. Qeveria shqiptare në kuadër të angazhimeve të saj si pjesë e NATO-s, por rrit ndjeshëm mbështetjen për mbrojtjen, jo vetëm në armatime dhe në teknologji, por gjithashtu edhe për dijen. Dhe në fakt forcat e armatosura po vazhdojnë të tërheqin gjithmonë më shumë vëmendjen e të rinjve për të qenë pjesë e tyre. Ndaj ne do të ndalemi edhe në qarkun e Korçës, për herë të parë kam mundësinë të kem të ftuar në një bisedë nën kolonel Gjergji Melen, i cili është shefi seksionit të rekrutimit të qarkut të Korçës. Kam patur mundësinë këto ditë ta vizitoj dhe zyrën ku ai punon së bashku me kolegët e tij dhe punën që bën me të rinjt. Ashtu sikurse në vijim të kësaj bisede ju do të keni mundësi të ndiqni edhe intervista me të rinjt, të cilët me dëshirën e tyre, me vullnetin e tyre të lirë, kanë vendosur të aplikojnë për t'u bashkuar forcave të armatosura. Nën kolonel, mirë se erdha. Kënaqësi. Ti jesh pjesë e forcave të armatosura, shpeshherë të kujton detyrën që si individ, si qytetar, kemi të gjithë ndaj adheut. Çdo të thotë ti jesh pjesë e forcave të armatosura si qytetar i vendit. Ti jesh pjesë e forcave të armatosura, do të thotë nder, dignitet dhe një profesion do thoja nga më të mirëpaguarit sot. Jo vetëm për familjen, që është kryesorja, por edhe duke i shërbyer vendit tënd. Por që të jesh pjesë e forcave të armatosura, sigurisht që kërkon të plotësohen disa kritera. Shiko, seksioni jon bën disa kategori rekrutimi. Ne kemi kategori rekrutimi të ushtarëve detar aktiv, të pas universitarve, një i ri që ka kryer një universitet me një diplom bachelor ose master dhe i linte drejta për të aplikuar dhe për të bërë pjesë e forcave të armatosura si oficer. Kemi kategorinë e rikthimit për ish ushtarakët që duan të rikthehen dhe kategorinë e shërbimit rezervist tashmë së fundi. Le t'i marrim pak me radhë. Të gjithë mund të bëhen pjesë e forcave të armatosura, po ndërkohë besoj kriteri i parë është ai i moshës. Sa vjeç duhet jetë dikush që ta aplikoj? Atëre do ta fillojmë me radhë. Për kategorinë ushtar detar aktiv, që
mosha minimale është 18 vjeç deri në 30 vjeç, por me kushtin që pas përfundimit të stërvitjes individuale bazë të rekrutëve, i riu të mos ketë kaluar 30 vjet, të mos ketë mbushur 30 vjet në përfundim të kësaj stërvitje. Pra, që të bëhet pjesë e forcave detare, nuk duhet i ketë kaluar ushtar detar aktiv. Ushtari është për forcën toksore këmësoria dhe detar quhet ushtari i forcës detare që shërben në pra nuk duhet të kaloj 30 vjet. Nuk duhet të kaloj 30 vjeç. Ndërkohë, një kategori tjetër kishim ata që kërkojnë të bëhen pjesë e forcave të armatosura dhe që kanë përfunduar studimet e larta. Kur themi kanë përfunduar studimet e larta, nuk ka rëndësi nëse ka përfunduar nivelin bachelor dhe master, apo duhet domosdoshmërisht të ketë përfunduar të dyja? Domosdoshmërisht duhet të ketë përfunduar minimalisht të ketë një bachelor me një mesatare të caktuar dhe me një specialitet të caktuar. Kjo është e përcaktuar në urdhri që del nga Ministria e Mbrojtjes për specialitetet që kërkohen për të bërë pjesë e forcave të armatosura. Nën kolonel, nuk ka rëndësi se çfarë dege ka zgjedhur kandidati në universitet? Specialitetin, do më thënë preferohen në bazë të në çdo vit ka preferenca të ndryshme. Kuptohet që një specialist IT, një që ka përfunduar për IT, është më i favorshëm. Është më i favorizuar. Një që ka mbaruar, do thoja, për ekonomi, financë. Rekrutimi ndodh në të gjithë Shqipërinë, janë 13 zyra seksioni në të gjithë Shqipërinë. Edhe aplikantët pasi plotësojnë dokumentacionin pranë zyrës sonë, shkojnë dhe testohen pranë qendrës personele rekrutimit, ku janë komisionet, ku ka komisioni testimit fizik, komisioni testimit intelektual, merren në pyetje nga psikologu, dhe njësër duhet të kalojnë në disa hapa. Disa hapa dhe në përfundim të gjithë procesit nga komisioni shpallen edhe lista e fituesve, jo të gjithë janë të garantuar që... Pra gjithë mund të kenë dëshirën e mirë për të bashkuar, por natyrisht duhet kalojnë disa faza deri në përzgjedhjen e tyre, faza të cilat, si çdo të ndjekim dhe nga vetë të intervistuarit, faza të cilat janë edhe shumë transparente. Dëshira sigurisht mund të jetë e madhe e të gjitha. Nëse ndalemi konkretisht tek zyra e rekrutimit për qarkun e Korçës, cila është puna konkrete që bëjnë zyrat, 13 zyrat që janë në gjithë Shqipërinë? Zyra jonë ka për si mision rekrutimin me këtyre kategorive që tash, ushtar detar aktiv, student për kursin pas universitar, ish ushtarak për rikthim dhe shërbimi rezervist. Ne kemi për detyrë që të bëjmë një marketing në qarkun e Korçës, kryesisht në qytetet kryesore të Korçës, vazhdimisht... Në 6 bashkitë e qarkut? 6 bashkitë e qarkut, duke filluar që nga Pogradeci, Erseka, Bilishti, Maliqi, Korçës, dhe Pusteci që... Dhe në për gjimnazet e këti qarku kemi gjithmonë takim kryesisht me klasat e 12 maturantët, edhe me klasat e 11 për të marrë një njohuri dhe për t'i vënë forca vetes, për të nxjerrë një mesatare që të mund të kapi një, sepse ne kemi dhe kategorinë e rekrutimit që unë e harova, për nuk është pak e rëndësishme, është ne kemi studime në Akademitë Ushtarake jashtë vendit. Ku do të dalemi në mënyrë të veçantë. Kemi bursa për në Amerikë, në Britaninë e Madhe, Itali, Greqi. Pra dhe në vendet e Europës dhe përtej kontinentit europian. Dhe kuptohet edhe ato dalin çdo vit sipas marrëveshjeve që ka ministria jonë me shtetet përkatëse. Kështu që detyra e zyrës që ju drejtoni bashkë me kolegët tuaj është që këtë informacion ta shpërndani në institucionet arsimore, por natyrisht edhe në institucionet të tjera. Përveç institucioneve arsimore, ku natyrisht të rinjt janë më të interesuar, ndoshta edhe për shkak të moshës që i favorizon. Në çfarë institucione të tjera mund të trokas zyra e rekrutimit për ta bërë këtë lloj informacioni, këtë lloj njoftimi? Shiko, ne kemi një bashkëpunim të mirë, do thoja, me pushtetin vendor, me të gjitha bashkitë këtu. Kemi zbritur deri në nivel kryeplaku që të shpërndajmë informacionin për fazat e rekrutimit. Ne kemi 3 faza rekrutimi për ushtar detar aktiv në vit. Dhe do të them që kemi pasur një pjesëmarrje që është me vërtet domethënëse, një rritje vit pas viti, ka interes të shtuar për këtë pjesë. Nëse do të na duhet të bëjmë një diferencë gjinie,
janë për herë të parë, kemi vënë për herë të parë, ka disa vite tashmë që vëmë re që janë edhe vajzat shumë të interesuara, po megjithatë, nga ato që ju vini re në teren, interesi më i madh vazhdon të jetë te djemt? Sigurisht që dominon pjesa tek të rinjt të djem, por do të thënë që interesi edhe nga vajzat sa vjen edhe po rritet, do më thënë, nga faza në fazë shikojmë ndryshimi, dikur ne kishim një femër që çonim për testime edhe konkurronte për të bërë pjesë e forcave të armatosura, sot kemi çdo fazë të paktën 4 ose 5 vajza dhe do thoja me nivel arsimimi të lartë, jo me gjimnazë që kanë përfunduar shkollën e lartë. Me nivel arsimimi të lartë, sepse përfitojnë që nga të rinjtë që kanë një dëftes 9-vjeçare deri tek ata që kanë një master në të gjitha fushat. Në të gjitha fushat. Po, sigurisht ne i përmendëm se cilat janë degët më të preferuara, po kjo nuk do të thotë që ata janë të përjashtuar. Nuk janë të përjashtuar, në degët e tjera. pasi edhe ata ju linë të drejta të konkurojnë një lloj si gjithë të tjerët. Normalisht merret për bazë edhe një mesatare e caktuar që ka të është i favorshëm. Nga puna që keni bërë në teren, në Kolonel, cila është bashkia që ka pasur interesin më të madh? Nuk doja t'i ndaja kështu, por interes të lartë ka pasur sigurisht Bashkia Korç. Bashkia Korç edhe kjo nuk do të thotë që nuk ka të rinj dhe nga bashkitë e tjera. Bashkia e Maliqit ka pasur me vërtet interes të lartë edhe të shtuar. Nuk ngelet mbrapa bashkia e Devollit bashkë me Pogradecin, do thoja më pak bashkia e Ersekës dhe pothuajse fare bashkia e Pustecit. Kuptohet, natyrisht duke ju referuar edhe në numrit të popullsisë, ka diskutim, por kjo nuk do thotë që nuk kemi të rinj edhe nga bashkitë e tjera të cilët janë të interesuar, se ne do t'i njohim pak momente më vonë të intervistuarit të cilët vinë nga pothuajse të gjitha bashkitë e qarkut të Korçës. Në Kolonel, ne përmendëm pak më përpara disa kategori, prandaj unë dua edhe një herë t'i rikthehemi në mënyrë të veçantë, janë pikërisht ata të rinj, të cilët duan t'i bashkohen forcave të armatosura, por specifikisht për forcat detare. Ushtar detar. Ushtar detar aktiv. Po. Që ndryshe ju i emërtoni UDA. UDA. Pra këta, pak më parë, theksuam mund të kenë arsim minimal 9 vjeçar. Menën nga 9 vjeçar deri në të lartë. Ka pasur interes për këtë kategori? Ka pasur interes, për do të thëja që dominon pjesa e shkollës mesme. Ka edhe interes me 9 vjeçare. Me 9 vjeçare. Por për arsimin minimal. Në arsimin minimal. E bëj këtë pyetje sepse duke patur parasysh që të rinjtë e qarkut të Korçës nuk janë shumë të njohur me këtë pjesën ujore dhe të bën përshtypje se që ka interes edhe për të bërë pjesë e këtyre forcave. Ju flisni për forcën detare, ndoshta është dikush e ka pasion, dikush e ka dëshirë, dikush ka një të afërm që punon në forcën detare dhe pëlqen të shërbej në ato struktura. Ndërkohë që ka pasur interes edhe për të rinj që kanë përfunduar studimet e larta. Për vitin 2025 kemi pasur rreth 20-22 aplikime, nga të cilët 10 sot janë duke ndjekur kursin e përgatitjes së oficerit dhe deri në përfundim të procesit mësimor titullohen oficer. Pjesa më e madhe e tyre titullohen oficer. Para se sa ata ta ndjekin këtë kurs, duhet i nështrojnë të gjitha testeve. Nëse i kalojnë, i bashkojnë të kursi. Me të ardhur tek zyra jonë marrin asistencën e nevojshme. Që në plotësimi i dokumentacionit që kërkohet për të aplikuar dhe ne i shoqërojmë deri në momentin që ata fillojnë testimet. Momentin që kalojnë në qendra e personelit rekrutimit Tiranë, janë komisionet e testimeve që shpallin listat e fitues. Dhe vendosin. Në përgjithësi, se ju i ndiqni deri në momentin e fundit kur ata shpallin fitues. Çfarë ndodh? Për çfarë arsye një kandidat mund mos e kaloj testin? Arsyet janë nga më të ndryshmet. Atje fillon që në testimi fizik, që në bën pompa, muskuj barku, në vrap,
është testimi intelektual që duhet të marrësh një sasi të caktuar pikësh. Këto janë kriteret që ata duhet i plotësojnë dhe është një numër i lartë që konkurojnë për një numër të kufizuar, do thoja. Dikur ka qenë 60 veta, po kanë konkuruar mbi 150 veta dhe kuptohet që jo të gjithë do ta fitojnë atë. Nën kolonel, vit pas viti po rritet numri i kërkesave nga Ministria e Mbrojtjes për të rekrutuar të rinj në forcat armatosura? Apo sërish ngelet një numër i kufizuar? Shiko, ne ecim në bazë të një plani që na vjen nga Qendra e Personel Rekrutimit, që është edhe institucioni e pror i joni, kur nuk kemi të ndara me kuota për secilin qark. Thjesht na del një numër, vjen një numër i caktuar dhe ne jemi detyruar, për shembull, për qarkun e Korçës, dua të bëjmë dije qytetarët e Korçës që reparti i Drenovës 1033 është i plotësuar, ka një vit që është i plotësuar. Rekrutimet që ne po bëjmë tani janë të gjithë që shërbejnë diku në një repart tjetër. Për shembull, kemi batalionin e dytë në Zaller, që është nga batalionet elitë të ushtrisë sonë, që mund të bashkohen atij batalioni dhe shumica janë të vetëdijshëm që po shkojnë për të shërbyer në një nga institucionet e tjera ushtarake përveç institucionit të repartit të Korçës që kemi këtu. Po momentalisht Momentalisht nuk ka rezervist. Nuk ka rezervist. Por ka? Ushtar detar aktiv është një repart ushtarak. Me sa veta? Numrin ta lëm X. Okej, në rregull. Patjetër që do të respektojmë çdo rregull. Ndërkohë një kategori tjetër e veçantë janë të gjithë ata të rinj që do zgjedhin të studiojnë, pra të kryejnë studime ushtarake jashtë vendit. Dhe ashtu sikurse e theksuam dhe pak momente më parë me nën kolonelin, çdo vit ofrohen të drejta studimi falas për në Akademinë Ushtarake, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Britaninë e Madhe, në Itali, në Turqi, në Greqi, sigurisht në bazë të marrëveshjeve që Ministria e Mbrojtjes ka me këto shtete, duke plotësuar kriteret dhe dokumentacionin përkatës. Nën kolonel, për këtë kategori ka pasur interes në qarkun e Korçës? Ka pasur interes, duhet thënë nga maturantët kryesisht që plotësojnë kriteret e kërkuara në marrëveshje, siç janë nota mesatare dhe kryesisht duhet gjuha e huaj, anglishtja ose gjuha e shtetit për të cilin përkatës. Po ndërkohë kandidati i nështrohet disa komisionave. Pasi plotëson dokumentacionin me asistencën e zyrës tonë, nga unë ose nga 2 kolegët e mi atje, i nështrohet testimeve pranë Qendrës së Personel Rekrutimit. Në përfundim të testimeve janë komisionet ato të cilat vendosin në rast se çfarë do të ndodhë në vijim me kandidatin. Dhe në fakt ne kemi pasur mundësi, sigurisht me ndihmën e zyrës së rekrutimit në qarkun e Korçës, të njihemi me një vajzë e cila aktualisht është maturante. Është maturante në Kolegjin Preka, një maturante e cila duket që ka shkëlqyer në këto 3 vite. Me njerë pasi ka marrë njoftimin, ajo është afruar pranë zyrës së rekrutimit dhe e tregon vetë të gjithë rrugëtimin e saj në një intervistë që ne do ta ndiqim në këto momente. Selma Pasho është maturante në Kolegjin Preka, është vetëm 18 vjeç dhe ka vendosur të aplikojë pikërisht për një bursë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Le ta ndjekim gjithë rrugëtimin e saj menjëherë pas marrjes së njoftimit për t'u bashkuar forcave të armatosura. Vetëm pak kohë më parë ke marrë një vendim shumë të rëndësishëm që natyrisht është një hap për të ardhmen tënde. E tregojmë pak se si filloi ky rrugëtim. Mendon se shumë shpejt pse jo mund të studiosh jashtë Shqipërisë, po për një dek specifike veçanërisht për vajzat. Mund të tregosh si histori? Po, atëherë unë kam në rrethin tim shoqëror persona të cilët kanë vazhduar me anë të bursave të Ministrisë së Mbrojtjes së Shqipërisë në bashkëpunim me shkollat ose akademitë ushtarake që ndodhen jashtë shtetit. Edhe unë prandaj mora këtë vendim që të shikoja një ndër këto shkolla, konkretisht në Amerikë, si mundësi për të studiuar jashtë shtetit. Fillimisht këtë gjë e zbulova në shkollë, pasi
kishin erdhur disa njoftime nga specialistët që ndodhen në zyrën e rekrutimit në Korçë, edhe aty thjesht mora numrin e telefonit, i kontaktova ata dhe më pas shkova tek zyra për të mbyllur të gjitha dokumentacionet. Dega që unë dua të ze andej është inxhinieri mekanike dhe ndonse është teknologjia ose këto degët e inxhinierisë janë zakonisht për meshkuj, unë dua ta provoj, sepse dhe ushtria në vetvete konsiderohet për meshkuj, po mua më tërheq shumë edhe përgatitja fizike, disiplina edhe të studioj për një degë shkencore, të cilën unë mund të kthehem pastaj në Shqipëri dhe të kontribuoj në vendin tim. Cila ishte faza e parë e aplikimit dhe cilat janë vështirësitë që hase, nëse hase vështirësi? Pra, në fillim, unë shkova tek zyra e rekrutimit, këtu në Korçë, dhe atje specialistët më ndihmuan me të gjitha dokumentat që unë duhet të sillja. Dhe brenda një 10 ditëshi, unë u detyrova që të bëja të gjitha testet mjekësore, të regjistrohesha për mbrojtjen e gjuhës anglisht, ose edhe për një test për SAT-in, test i formatizuar që kërkohet në Amerikë. Edhe gjithë kjo zgjati 10 ditë. Ishte pak e vështirë sepse duhet të shkoja lart e poshtë nëpër klinika dhe duhet që të sigurohesha që të gjitha dokumentat ishin të duhurat, por specialistët vërtet më ndihmuan shumë edhe ishin aty për çdo moment të aplikimit. Madje edhe në gjykatë kur unë duhet të merrja disa vërtetime, ata ishin aty dhe më ndihmuan që të merrja ato sa më shpejt ishte e mundur. Selma, sigurisht që këtë ke bërë mendimin e specialistëve, po a je konsultuar me prindrit, a kanë qenë ata dakord për këtë hap që po hedh? Patjetër që në fillim e diskutova dhe me prindrit, të cilët ishin pak skeptik, sepse në fillim është shumë e vështirë për të besuar që ka një shkollë jashtë shtetit e cila mund të t'i mbuloj të gjitha shpenzimet e tua, akomodimin, ushqimin, madje të t'jap edhe një pagesë, edhe fluturime të t'i paguaj, por pasi ata patën mundësinë që të flisnin me specialistët, e kuptuan edhe ata se si ishte e vërteta. Unë gjithashtu kam komunikuar edhe me nxënës të cilët e kanë bërë këtë shkollë më përpara në Amerikë, edhe kjo i ka ndihmuar akoma më shumë prindrit e mi që ata të sigurojnë që kjo është një zgjedhje e duhur për mua. Nuk flas vetëm për profesionin si inxhiniere, por ushtarake. Patjetër. Mua më pëlqen shumë ideja që të kem mundësinë që të rikthehem prapë në Shqipëri, sepse jam akoma në një moshë që nuk e di akoma nëse dua të jetoj jashtë shtetit apo jo, por ama dua që të kem një eksperiencë jashtë shtetit, sepse një diplomë e marrë në Amerikë vlerësohet, edhe për më tepër që në këto akademi ushtarake specifikisht ti merr edhe diplomën civile, por edhe diplomën ushtarake. Dhe nëse kalon 5 vjeçari im i detyruar i shërbimit këtu në Shqipëri, unë mund të zgjedh të jem civile dhe të aplikoj jashtë shtetit, të qëndroj këtu nëse dua, dhe si përfundim më pëlqen shumë edhe që të kem mundësi që të kontribuoj në vendin tim në një aspekt të dobishëm dhe që të ndihem do pak e rëndësishme për atë që bëj. Pak më përpara the që më pëlqen shumë disiplina. Si e mendon të ardhmen, nuk është kjo pak e vështirë për një vajzë? Mund të jetë pak e vështirë, po unë gjithë jetën time jam mësuar me disiplinë, sepse kam rreth 7-8 vjet që bëj volejboll dhe këto 2 vitet e fundit bëj edhe atletik, edhe madje në volejboll kam qenë edhe në kombëtare, edhe aty jam mësuar me një formë disipline ku stërvitesha 2-3 herë në ditë për të marrë pjesë në kompeticione jashtë shtetit, edhe mendoj që kjo disiplinë më pëlqen, sepse dua që të vazhdoj edhe një sport gjatë kohës që vazhdoj përgatitjet e mia ushtarake, andej edhe akademike gjithashtu, dhe shpresoj që t'ja dal. Më pëlqen ai stili jetese, më pëlqen siguria që do më ofroj një ambient i mbyllur dhe me rregulla dhe me kërkesa, dhe shpresoj që ta arrij në mënyrën më të mirë të mundshme. Selma, aktualisht je në fazat e para të konkurimit. A je interesuar sa është numri konkurrentëve? Mendon se do të shkosh deri në fund? Atëherë, ne të gjithë shkuam për të dhënë testet fizike, testet intelektuale në Ministrinë e Mbrojtjes në Tiranë, edhe aty unë njoha me të gjithë konkurrentët, edhe aty kishte një super transparencë, ishim gjithsej 9 persona, ku unë isha vajza e vetme, edhe secili konkuronte për akademinë e tij përkatëse. Konkretisht ishin 3 veta në shkollën që unë po aplikoja, dhe të gjitha pikët, të gjitha rezultatet, ne kishim mundësi të shihnim rezultatet tona dhe rezultatet e të tjerëve, dhe ishte diçka shumë transparente dhe unë midis tyre u rendita e dyta ose e para në të gjitha testet që ne bëm. Kështu që beson se edhe
fazat e tjera të konkurimit do të çojnë në finale. Mund të na flasësh pak cilat janë fazat e tjera të konkurimit? Tani me çfarë të duhet të përballesh në vazhdim? Tani unë kam mbaruar të gjitha testet edhe tani kam aplikuar në portalet për kacet e akademive ushtarake, edhe e vetmja gjë që unë po pres momentalisht është që të vinë përfaqësuesit e shkollave ose akademive ushtarake amerikanët të vinë këtu në Shqipëri në datën 11 shkurt edhe ne të bëjmë një intervistë së bashku ku unë gjysh për atyre dëshirën time ose pse dua që të jem pjesë e akademisë së tyre. Pra edhe pak ditë, po, le të themi gati dhe një muaj të ndajnë nga finalizimi i gjithë kësaj pune. Cilat kanë qenë vendet kryesisht ku ti ke aplikuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Atëherë unë kam aplikuar në Akademinë Ushtarake të West Pointit që ndodhet në New York, kjo është për forcat toksore, dhe gjithashtu për United States Naval Academy, për Akademinë Navale të Shteteve të Bashkuara që ndodhet në Maryland, në Annapolis, edhe të dyja këto më pëlqejnë shumë, shpresoj që të fitoj njërin prej tyre dhe që të jem pjesë e saj. Po në fakt cila është dëshira jote, te cilat forca kërkon ti jesh pjesë? Në fillim kisha shumë dëshirë të isha pjesë e West Pointit, por gjatë procesit të aplikimit kam parë specifikat e të dyja shkollave dhe janë të dyja shumë të mira, po kam filluar të pëlqej më shumë forca detare në një marinse në Annapolis, sepse më pëlqejnë shumë specializimet që mund të bësh, eksperiencat, mund të bësh edhe aviacion aty, mund të shkosh edhe në mund të shkosh edhe në nëndecë, diçka që nuk ka shumë larmi tek forcat toksore në West Point. Ne të urojmë shumë suksese, e shohim në sytë tuaj entuziazmin. Shpresoj vërtet që jo vetëm ta realizosh ëndrrën, po ti jesh edhe një korçare që në profesion me dinjitet. A ke një mesazh për gjithë ata të rinj që ndoshta janë skeptik për t'ju bashkuar forcave të armatosura? Shumë faleminderit. Unë mesazhi vetëm që dua të jap është që të merrni informatat e duhura, sepse edhe unë kisha paragjykimin përpara se të aplikoja, por tani që e kam marrë vesh se si funksionon, ndihem shumë më i qetë dhe mendoj se kam bërë zgjedhjen e duhur. Dhe Selma Pasho në fakt është një vajzë model, vullnet plot, që duket se kërkon që gjithë rrugëtimi të shkojë deri në fund, të realizoj ëndrrën e saj për të vazhduar studimet e larta në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe shumë e bindur se një ditë do të kthehet në Shqipëri për t'i shërbyer atë. Ishte vërtet një vajzë e cila shpresojmë që t'ja dalë. T'ja dalë deri në fund. Po, ju urojmë vërtet shumë suksese Selmës dhe e falenderojmë për gjithë rrëfimin e saj. Ndërkohë në kolonel, pak momente më parë, në kategoritë e ndryshme ne përmendëm edhe kategorinë e rikthimit të ish ushtarakëve. Në fakt, kujt i lind e drejta të rikthehet? Për këtë kategori rikthim në aktiv në forcat armatosura, i lind e drejta të gjithë personelit ushtarak që ka dalë në rezervë dhe që plotson kriterin e moshës të gradës që ka pasur në bazë të ligjit 59/2014 për karrierën ushtarake në forcat armatosura. E theksojnë në rezervë, jo në lirim, pasi është një terminologji që ushtaraku del ose në rezervë ose në lirim. Kur del në lirim të bëhet ai dallimi ka dalë kur ka plotësuar moshën për pension pleqërie, kur vuan një dënim me burgim të formës të prerë, është pallur i paaftë nga komisionet shëndetësore për shërbimin ushtarak, paraqet kërkesën e tij për të dalë lirim dhe ajo miratohet nga strukturat përkatëse, edhe kur ka kryer shkelje të rënda disiplinore. Kjo lloj kategorie ushtarakësh nuk mund të rikthehet, ndërsa kategoria e daljes që nuk mund të rikthehen dhe janë të liruar. Janë të liruar nga forcat armatosura. Pra, këtyre nuk ju lindte drejta më, as ta aplikojnë. Vetëm të dalë ata ushtarakët që kanë dalë në rezervë dhe që kanë kriterin mosh në bazë të ligjit. Nëse i referohemi ushtarakëve të cilët kanë dalë në rezervë, sipas nenit 25, çfarë kritere duhet plotësojnë ata? Dalja në rezervë ka disa kritere, është një nga ato që ka plotësuar afatin e parashikuar në kontratë, pasi deri në një nivel grade ushtaraku është me një kontratë. Për sqarim është deri në gradën kapiten, ushtaraku është oficeri është me kontratë. Me gradën major pastaj nuk ka kontratë. Por deri në gradën kapiten është me kontratë. Kur i ka përfunduar afati i parashikuar në kontratë dhe nuk dëshiron që të
vazhdoj me të shërbej. Ka plotësuar moshën maksimale të qëndrimit në shërbim, del në rezervë. Nën kolonel, cila është mosha maksimale? Është në varësi të gradave. Në varësi të gradave. Çdo gradë ka, për ushtarin thamë është deri në 30 vjeç. Po. Në një vit e merr gradë, ndërsa grada ime respektive është deri në 58 vjeç. 58 nën kolonel. Nën kolonel. Dhe pastaj me rritjen e gradës edhe mosha detyrimisht që lëviz ka disa vite, po, e ka edhe kuptoj. një vit diferencë. Kur paraqet kërkesën dhe miratohet nga organet përgjegjëse për të dalë në rezervë ushtaraku, ose kur bën shkurtime në numrin e përgjithshëm të forcave të armatosura. Këto janë disa nga kriteret për të dalë në rezervë një ushtarak. Nën kolonel, ç'kuptojmë ne me termin shërbim rezervist dhe kush mund të bëhet pjesë? Shërbimi ushtarak rezervist, si pjesë përbërëse e shërbimit ushtarak, është veprimtari e veçantë, e domosdoshme për shtetin që kryhet në bazë të dëshirës, vullnetit dhe detyrimit për të shërbyer vendit. Kozgjatja e shërbimit rezervist është nga 14 deri në 45 ditë kalendarike në vit. Për nevojat stërvitjeve ushtarake, që zgjasin më shumë se 14 deri në 45 ditë kalendarike, Ministri i Mbrojtjes urdhëron bashkimin e ditëve të stërvitjes për 2 vjet, por jo më shumë se 45 ditë. Ndërkohë, në kolonel, a mund të quhet rezervist edhe një që është larguar? Në ç'kuptim është larguar, ka dalë në rezervë nga forca. Është larguar me vullnetin e tij të lirë nga forcat armatosura. I linte drejta çdo shtetasi shqiptar dhe çdo ish ushtaraku të dalë në rezervë për të kryer shërbimin, për të bërë shërbimin ushtarak rezervist. Edhe ai që ka kryer qoftë shërbimin e detyrueshëm ushtarak, edhe ai që ka qenë si nën oficer, edhe ai që ka qenë si oficer, edhe ai që nuk ka qenë kur pjesë e forcave të armatosura, që nuk ka kryer as shërbimin e detyrueshëm ushtarak. Thjesht do paraqis dokumentacionin pra zyrën son, do ketë kriterin moshë që është për ushtar deri në 50 vjeç, për nën oficer deri në 55 vjeç dhe për oficer deri në 60 vjeç. Në kolonel, cilat janë disa nga kriteret e shërbimit rezervist? Disa nga kriteret e shërbimit rezervist të jetë shtetas shqiptar, të mos jetë i dënuar me burgim të formës të prerë, me vendim të formës të prerë, është ajo që ju thash pak më përpara, të jetë i moshës deri në 50 vjeç për ushtar, deri në 55 vjeç për nën oficer dhe deri në 60 vjeç për oficer. Të mos jetë në ndjekje penale ose në proces gjykimi dhe të jetë vlerësuar i aftë për punën nga ana shëndetësore. Një ushtarak i cili kryen shërbimin rezervist, vendos që ta kryej këtë shërbim. A mund ta ruaj vendin e tij të punës, sepse ai mund të jetë i punësuar diku? Shtetasi i cili aktivizohet për kryerjen e shërbimit ushtarak rezervist ka të drejtën e ruajtjes së vendit të punës, ku ka marrë paraprakisht një dakordësim me shkrim nga punëdhënësi ose titullari i institucionit ku ai shërben ose ku ai është i punësuar, ka marrë dakordësinë nga titullari i institucionit që do aktivizohet në këtë shërbim. Subjektet shtetërore dhe private janë të detyruara ta rikthejnë në vendin e mëparshëm të punës. Pra kjo është e shkruar në ligj, kështu që gjithkush që ka dëshirë të themi vullnetin e tij të lirë për të kthyer vendi i tij punës, atje ku punon, i ruhet me ligj. I ruhet me ligj. Dhe sa kohë ai i duhet të shkëputet nga ky vend pune? Minimalisht 14 ditë, maksimalisht 45 ditë në vit. Në vit. Nga 14 ditë deri në 45 ditë kalendarike në vit. Ndërkohë, në kolonel, nëse i kthehemi edhe një herë punës që bëhet në zyrën tuaj, në zyrën e rekrutimit për qarkun e Korçës, duket që vazhdon interesi i të rinjve, të cilët kërkojnë t'i bashkohen me vullnetin e lirë, por natyrisht duke u referuar edhe një informacionin që tashmë kanë që ky shërbim ushtarak dhe fakti që ata do të bashkohen forcave të armatosura është një shërbim edhe i mirë paguar, siç e tham, duket që ka patur interes dhe nga vajza dhe nga djem. Kemi një numër të konsiderueshëm të rinj që tani duhet i nështrojnë edhe testeve? Ne, për qarkun e Korçës? Për qarkun e Korçës, për këtë lloj rekrutimi ushtar detar aktiv, zhvillojmë pothuajse 3 fushata në vit. Dje ka mbaruar grupi i fundit testimet dhe kontrollet mjekësore në Tiranë. Tani jemi në pritje të përgjigjes kush nga ata do shpallet fitues
Në përgjithësi në Korçë kemi fitues në këto vite që Janë të pakta rastet që dalin, që skualifikohen nga komisionet, pasi kuptohet kontakti I parë që merr me zyrën tonë, ne ju bëjmë të ditur disa kritere dhe në rast se kanë pasur problematika qoftë edhe jashtë vendit, është mirë që të mos aplikojnë, pasi është një formular I kushtit të sigurisë I cili kontrollohet nga institucionet e sigurisë dhe është e pamundur që të kalosh të bësh pjesë e forcave të armatosura në rast se ti ke pasur një shkelje të ligjit qoftë edhe jashtë teritorit të Republikës së Shqipërisë. Ne kemi patur mundësinë të njohim disa prej këtyre të rinjve, të cilët ashtu sikurse e thanë koloneli tashmë e kanë kaluar testin e parë, pra janë nështruar testit të parë, sepse ne nuk e dim se cilët prej tyre janë shpallur fitues. Kemi patur mundësi të marrim disa opinione dhe më vjen mirë që mes tyre ka pasur edhe vajza, Fiorella për shembull Bajraktari, një vajzë e cila ka përfunduar studimet e larta për informatik biznesi në nivelin bachelor dhe master marketing digital, edhe ajo ka shprehur vullnetin e saj të lirë për t'u bashkuar forcave të armatosura, është Amaraldo Dajko, Drini Braholli, I cili vinte edhe nga Bashkia e Pogradecit dhe Petro Kalapo. Vinte nga Bashkia e Maliqit. Pra më vjen mirë që kemi të rinj të cilët janë nga gjitha bashkitë e qarkut të Korçës, I kemi marrë disa opinione, le t'i ndjekim në këto momente dhe rikthehemi sërish. Unë me zyrën e rekrutimit kam patur gjithmonë kontakte, sepse kam patur gjithmonë dëshirën që të jem pjesë e forcave të armatosura. Mora këtë vendim për arsye sepse dua të shërbej në vendin tim me disiplinë dhe përgjegjshmëri. Është pak e vështirë, mendon që për një vajzë mund të jetë pak e vështirë? Jo, nuk e mendoj fare, sepse siç e thash ka qenë dëshira ime që në gjimnaz, pavarësisht se mora rrjedhën në universitet për informatik biznesin bachelor, por që dëshira ime ka qenë gjithmonë që të jem pjesë e forcave të armatosura, sepse unë dua të vazhdoj dhe trajnimin për oficere, ku të kem akoma më shumë kontribut dhe përgjegjshmëri në të. Është dikush në familjen tënde që ka pasur lidhje me ushtrinë? Faktikisht jo, jam e para në gjithë fisin që kam të bëj me forcat e armatosura. Si ka pritur familja jote këtë vendim? I ka pëlqyer shumë, me thënë të drejtën I ka pëlqyer shumë dhe mezi kam pritur që unë ta vazhdoj këtë nisën që kam aplikuar. Si I mendon sfidat që të presin, se nuk është edhe kaq e thjeshtë? I mendoj se do t'i përballoj më së miri. Do mundohem që t'jap maksimumin t'i përballoj më së miri. Si e shet ardhmen tënde në një të ardhme jo shumë të largët? Në çfarë profesioni e rregulluar, në çfarë lloj profesioni? Synimi im është që të bëhem një oficere dhe të rritem me grada aty. Kur mora njoftimin nga zyra nëpërmjet një shoku tim, vendosa të aplikoja, kam pasur dëshirë që në gjimnaz. Më pëlqeu ideja, aplikova, unë joa me antarët e zyrës, mbarova dokumentacionet e nevojshme dhe nesër do shkojmë për testet e ushtrisë. Je njohur me testet, çfarë përmban testi, pak a shumë? Pak a shumë ai sa di unë është testi fizik, intelektualit, analizat. Ju keni përfunduar studimet për? Kam mbaruar gjimnazin, vazhdoj edhe universitetin për administrim dhe politika sociale, këtu në Fanolin. Si e pritën prindrit e tu, familja jote vendimin që more? Ishte një dëshire ime që I vogël edhe kur ju thash që do aplikoja u gëzuan. Domethënë se ishte një dëshirë që mund të bëhet realitet që nga fëmijëria. Si e mendon të ardhmen tënde? Sfidat që të presin? Besoj se ka për të qenë një periudhë e bukur, domethënë sfida gjatë jetës time. Tjetër dinamikjetë, domethënë. Ke në familjen tënde dikë që ka qenë dikur ndoshta pjesa e ushtrisë? Babi ka qenë, po ishte pjesa e detyrimit, domethënë. Konkretisht, ku kërkon të kanalizohesh? Pra ke diçka, një dëshirë specifike? Po si fillim do vazhdoj ushtari, thjesht më vonë mund të aplikoj edhe për grada, domethënë për të rritur në detyrë. Pse ky vendim për t'ju bashkuar forcave të armatosura?
Kam qenë gati 3-4 vjet në emigrim, e gjatë kohës të emigrimit kam parë për internet, për televizor, po kërkonin rekrut për forcat e armatosura. Vendosa të vija në Shqipëri, të shkoja tek zyra e rekrutimit, falenderoj gjithashtu shefat në zyra e rekrutimit, e vendosa që të bashkohem, pyeta se çfarë dëshironi, se çfarë dokumentacione të gjitha, i plotësova. Jam këtu tani, për të shkuar, për të vazhduar, tek testet, po, nga nesër vazhdojmë testet. Je njohur pak se çfarë përmban testi? Mendon se mund t'i kalosh të gjitha hapat? Mendoj se mund t'i kaloj të gjitha hapat, po. Je përgatitur deri diku? Po, jam përgatitur deri diku. Jam përgatitur gjithmonë, të gjitha këto ditë që është, jam përgatitur gjithmonë. Si ka pritur familja jote vendimin tënd? Familja ime në fillim me ka thënë që ti e di. Në qoftë se mendon se është diçka e mirë që mund të ndihmoj ty, diçka për të ardhmen tënde, mund të shkosh. Shumë. Ti më the që ke jetuar në Greqi, ndoshta ke ulëmtuar dhe ke parë. Çfarë të ka pëlqyer tek ato që ke ulëmtuar? Ndoshta ke parë se si funksionon ushtria në shtetin tonë fqinj të Greqisë? E kam parë se si funksionon. Për atë dua që të bëhem pjesë e forcave të armatosurash tonë në shtetit tim, të shërbej më shumë në shtetit tim. Mjafton tani ato kohë që kam shërbyer për shtetet e tjera. Dua të jem këtu në vendin tim. Si e njohur me njoftimin për rekrutimet e reja? Më ka rekomanduar një këshuri që ka hyrë ka 2 vjet dhe më tha hyrë, është shumë mirë. Edhe vetë kam patur me qef. E kam patur ta provoj mirë. Shikojmë tash. Kur thua ka një përvojë, ke marrë një model nga një afërm yt, konkretisht çfarë të ka treguar? Çfarë të ka pëlqyer nga ato që keni ndarë së bashku? Po, më pëlqen edhe si punë, paga shumë e mirë, më thanë. Edhe më ka pëlqyer që më parë, në mbusha mend dhe thash ta provoj një. Dua të provoj, kam. Ke menduar sfidat që të presin, duke filluar që nga testi i ditës së nesërme? Po, i kam menduar, po do t'i provojmë, të shikojmë. A janë dakursuar edhe pjesëtarët e tjerë të familjes kur ke folur, kur e ke ndarë të dëshirë me ta? Po, edhe ata më kanë dhënë krah, është shumë mirë, më kanë thënë shko, po ta kesh me qef. Tash shikojmë. Mirë e kam pritur. Dhe të bësh shumë përshtypje në përgjigjet e të rinjve që pothuajse të gjithë kanë pasur mbështetjen e familjarëve, madje shumë prej tyre dhe janë nxitur nga të afërmit për t'u bashkuar forcave të armatosura dhe natyrisht na pëlqen kur e dëgjojmë këtë të rinjt, e theksuam dhe në minutat e para të këtij emisioni që të shërbesh në forcat e armatosura natyrisht është nder, krenari, po edhe një detyrë qytetare. Nën kolonel, ju theksuat që gjatë gjithë vitit, sigurisht duke ju referuar edhe njoftimeve që ju vinë nga Ministria e Mbrojtjes, realizoni 3 fushata. Tashmë fushata e parë për vitin 2026 ka përfunduar dhe të rinjt po i nështrojnë testeve, po priten edhe emrat atyre që do shpallen fitues. Po për gjithë ata që na kanë ndjekur sot dhe kanë marrë informacione të detajuara për herë të parë, dhe ndoshta mund të zgjojë tek ata kërshërin, pse jo, për t'u bashkuar forcave të armatosura të cilat vit pas viti po e rritin numrin. A do të kemi fazat të tjera dhe kur do të ndodh? Zyra jonë është çdo ditë e hapur për të gjithë qytetarët dhe ju bëj një thirrje duke filluar të rinjve dhe të rejave që kanë interes për pjesën e forcave të armatosura, për të bërë pjesë e forcave të armatosura në një nga kategoritë që unë thash. Ushtar detar aktiv për kurse pas universitare, për studime jashtë vendit, për rikthim në forcat e armatosura, si dhe për shërbimin në rezervist. Për çfarë do lloj informacioni ju lutem paraqiten pranë zyrës sonë, përballë pazarit të vjetër të Korçës, ndodhet zyra jonë për të marrë informacionin e duhur. Se ku ndodhet zyra dhe mund të takojnë atje jo vetëm nën kolonel Gjergjin, por natyrisht edhe punojësit e tjerë që mund t'ju informojnë, por sigurisht që 2 fazat e tjera për këtë vit do të dalin me shpallje nga Ministria e Mbrojtjes. Pra është Ministria e Mbrojtjes ajo e cila shpall edhe kohën se kur do të filloj kjo fushat, e cila pastaj ndërkohë, më falë, ndërkohë të interesuarit mund të vinë, mund të lenë të dhënat e tyra dhe në momentin e shpalljes së njoftimit ne i kontaktojmë me telefon për fillimin e procedurave për të
plotësuar dokumentacionin e nevojshëm. Në kolonel, edhe një pyetje të fundit, natyrisht që ne theksuam dhe tham që janë 13 zyra rekrutimi në të gjithë Shqipërinë dhe besoj me kolegët tuaj ju bisedoni, kontaktoni vazhdimisht, po përsa i përket rretheve të tjera, ka interes nga të rinjt? Flas vetëm për qarkun e Korçës, qarku i Korçës ka një interes të shtuar. Ajo që u theksua gjatë gjithë bisedës është transparenca, që për të gjithë kandidatët, ashtu sikur se e theksuan dhe vetë intervistuarit, testet janë kryesisht të hapura edhe nuk ka mundësi për manipulime, sepse ti je pjesë e forcave të armatosura, nuk është një shaka, nuk është një lojë, është një detyrë dhe natyrisht duhet të jesh i përgatitur në të gjitha fushat. Në kolonel askujt nuk i hahet haku. Patjetër, gjithë marrin atë që meritojnë. Në kolonel, unë të falenderoj për gjithë informacionin që patë mundësi të ndani për gjithë teleshikuesit, sidomos për ata që e kanë marrë dhe e kanë përthithur këtë informacion për herë të parë. Ju urojmë suksese kolegëve tuaj në të 13 zyrat në Shqipëri, por natyrisht të gjithë të rinjve që kanë marrë një vendim të rëndësishëm në jetën e tyre dhe që natyrisht në të ardhmen do të jenë krenaria e këtij vendi. Faleminderit, ju urojmë suksese në Faleminderit dhe juve për ftesën, ishte kënaqësi. Ne ishim në studio me nën kolonel Gjergji Melen, shefi seksionit të rekrutimit për qarkun e Korçës. Për herë të parë kemi zhvilluar një bisedë detajuar, natyrisht për t'u informuar e për të sjellë të dhëna përsa i përket gjithë kategorive që mund t'i bashkohen forcave të armatosura, por natyrisht edhe gjithë të rinj që tashmë e kanë marrë këtë vendim. Ju falenderoj që qëndruat me ne e që zgjodhët sërish këtë mbrëmje të shenjtes për të qëndruar në Pak nga të gjitha.